Që për shembull ka qenë Abdullah ibn Idris, po ashtu një musliman tjetër në të cilin e kishin kap dhimbjet e vdekjes, dhe kur e sheh në atë gjendje babën e saj, një qika e tij fillon me qajt. Edhe i thot ky bijës vet kur e sheh se ishte tu mërzit, i thot: "Mos qaj oj bija ime, mos u mërzit, thot se baba jot është përgatit për këtë vdekje. 4.000 herë thot e kom lexu Kur'anin, 4.000 herë e kom bë Kur'anin hatme." Dhe nëse e bën hesabullah 4.000 herë për 50 vjet, nëse ka lexu Kur'an, i bjerë që ka bë hatme çdo 4 ditë e gjysmë. Dhe vazhdoi gjua e tij, masi ja tha këtë fjalë çikës vet, vazhdoi me lexu Kur'an, dhe Allahu Teala në atë gjendje ja mur shpirtin. Çështja tonë ashtu dhe vdesur.